folëm deri tash kryesisht për themi të mirat e këtij profesioni, po cilat janë ndoshta të këqija, që kishim e thonë, ose jo të këqija në atë kuptimin që duhet patjetër me konë diçka negative, po sfidat e tij themi. Që e ka shumë, sa ka të mira, dhe me thonë që i përmena diçtash, e ka edhe ka një behane që kë profesion. Në sen që qyshe ceka që mbjanë sot me konë dikon nesër dikon, është pak që mbjanë me shpenzu ma pak kohë me të shpis, me familje. Me thonë se nashta jam të e bo gati shtu në dila me pushu, edhe nëse s'kom termine, i kom krejt okej, edhe e bëj njetë me pushu, me shku dikon me të shpis, minutë fundit më dalë një termina diçka dhe më do të me shku gjithë qysh. Edhe nuk mujna me lonë. Ose, me thonë qëto që në rap tap, edhe në sate që ki plane, e logaritë që se ki. Dere, një ditë ma herët nuk me thonë kur gjua muj me ardhë që atje, ose diçka. Ja se agendet në gjeshën. Është goxha ma e vështirë me bo planet sigurta, kur profesioni ta kërkon ashtu, edhe e kuptueshme që të mungon ndoshta kjo ngrohtësia e familjes, po besoj përderisa të kanë mbështet kaq shumë në fillim, duhet me qenë të mirë kuptueshëm në këtë pjesë. Ne kam edhe pjesën e sezonës që na bjan shumë herët më qu, se haloj kemi ato tradita tona me qu para sa bëhet, me shku më ly. Për kryesisht po besoj nuset. Gjithmonë sa i përket botës grimit, diskutohet kjo pjesa e sezonës në thojza, dhe pse tash e di që viteve të fundit ka pas aq shumë kërkesë sa i përket grimit profesional, sa që gradualisht është u zhduk ajo sezona dhe krejt viti është sezon. Gjënu komplet sezona. Mirë po patjetër që stinën e verës, diaspora jonë e dashur është ajo që mbizotron edhe ka me sjell goxha ma shumë fluks ndoshta se sa viteve të tjera. Sa është e vështirë me punu në sezon? Çka për ty e karakterizon sezonën ndoshta ma ndryshe se sa muajve të tjerë të vitit, edhe ndoshta çka kishe thonë janë ato kërkesat që i sheh ma shumë te diaspora që ndoshta nuk janë shumë te ne. Atëherë, sezona ma shumë u llogaritë, që tash qysh e tha dhe te nuk është ma u zgjenu, nuk është ma e njëjti që shukon ma herët. Sezona u konë ma shumë ka pjesa e korrikut edhe gushtit, që qatë kohë diaspora e kam pas ato pushimet e veta dhe janë këthy me kry dasmat, kanë di që janë krejt kësajde, edhe vendosin me i bo krejt ahengjet në qatë kohë, edhe në qatë kohë veç e dedikojna komplet me termine. Sanet që mas shumë të i lypin diasporës, më me thonë që e lypin 90% e klientave, është që një lajner, pak me senka të lidhën edhe pak shkëlqen për para. Më me thonë që çdo e dyta kliente që vjen, çka më të me dalu është njëna e ka pak ma një, tjetra ka dizën pak ma të pembë, dhe me thonë një sanet tepër minimale që i dalën. Po kryesisht janë qëto... është i njëjti grim. Po, është i njëjti grim, po.